ne kemi dhënë si prioritet e parë mbajtjen e mbledhjes dhe miratimin e rregullores për zgjedhjen e kryesuesit dhe zëvendëskryesuesit të KPK-s. Duke qenë se asnjëherë më parë KPK nuk ka pasur një situatë e tillë ku nuk ka pasur kryesues dhe zëvendëskryesues, normalisht që kjo kompetencë për këtë takim i takon ushtruesit e detyrës së kryeprokurorit të shtetit si anëtar ex officio i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Mirë po ne kemi sugjeruar dhe si prioritet i kemi dhënë miratimit e rregullores për zgjedhjen e kryesuesit dhe zëvendëskryesuesit, i cili më pas është hap i domosdoshëm për zgjedhjen e kryesuesit dhe zëvendëskryesuesit të Këshillit Prokurorial si prioritet i dytë për këtë institucion. Njëra prej ndryshimeve që ka rrjedhur me ligjin e Këshillit Prokurorial është që tashmë pozita e kryesuesit i takon anëtarit prokuror, ndërsa ajo e zëvendëskryesuesit i takon anëtarit jo prokuror. Tutje nga prioritetet e cilat ne i kemi identifikuar dhe i sugjerojmë Këshillit Prokurorial që të ketë edhe ai në bazë institucionale është edhe çështja e pozitës së kryeprokurorit të shtetit. Siç edhe jeni në dieni, tash 4 vite Republika e Kosovës nuk ka kryeprokuror të shtetit me mandat të plotë dhe për këto 4 vite kemi vetëm ushtrues të detyrës për këtë pozitë. Prandaj përveç se kërkesë e shoqërisë civile në Kosovë, është edhe kërkesë e raporteve ndërkombëtare nga ndryshimet e ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, siç e dini nga 13 anëtar sa kishte më herët Këshilli Prokurorial i Kosovës, tashmë KPK-ja do të përbëhet nga 7 anëtar. Aktualisht Këshilli Prokurorial i Kosovës ka 5 anëtar, përfshirë këtu edhe anëtarin ex officio pra kryeprokurorin e shtetit dhe 2 pozita mbesin vakante të cilat duhet të plotësohen. Njëra nga këto pozita duhet të plotësohen nga sistemi prokurorial, pra nga prokurorët e prokurorive themelore, ndërsa një pozitë tjetër duhet të plotësohet nga ana e legjislativit, përkatësisht Kuvendit të Republikës së Kosovës. Shoqëria civile po dhe raporte ndërkombëtare kanë kritikuar Këshillin Prokurorial të Kosovës për mungesë të transparencës dhe mbyllje ndaj publikut. Prandaj njëra ndër obligimet, përkatësisht prioritetet kryesore që i vjen mbar Këshillit Prokurorial të Kosovës është edhe respektimi i parimit të transparencës dhe llogaridhënies institucionale. Kjo nënkupton që Këshilli Prokurorial duhet të jetë më i hapur ndaj publikut, më i hapur ndaj shoqërisë civile, duke lejuar dhe duke ftuar shoqërinë civile të monitorojë procese qoftë për rekrutimin, avancimin ose edhe transferimin e prokurorëve, aq më tepër edhe në konkurset që kanë të bëjnë me zgjedhjen e kryeprokurorëve apo edhe kryeprokurorit të shtetit.